Warwick me tunën tërhiqet mbrapa dhe 6 asistime tentim atje Warwickut për 3. Warwick pranë Çallakut me një hap mbrapa atje për Warwick do gjuan edhe njerë për 3 pike edhe njerë e marin topin Gjago Varet. Warwick do të shkon deri në fund. Warwick edhe një herë do të gjuan. Markiz Warwick me 3. Me njerë për vjen 2 vishimi. Warwick heziton gjuan. Për të riktyre përsin minimalje. Oj! 2 kërcime, por i ka dhe 3 topa të humbur. Jora nej bëhet gati për që këthy në lojnë anën. Arritim, betet 45-64. Fenomenale. Dhe një prej më të merituarve që minusi prej 13. Opa! Para zonë në rezultatin. 6 sekonda për këtë sulm. Warwick vendos të deporton. Sa buku! Vendimtar. Në shojmë se çka do të bëjnë në vllaznimi. Gjuan për 3 dhe I ka 4 personale. Dhe sheni ma pick and roll, Colimerio futet e kemi një mismatch atje, nuk po e jep Warwick topin, po tenton efikasitetit. 18 nga 35 pikët e vllaznemit kanë ardhur në 20+. Warwick tenton me treshe dhe kërcimi i tij 11. Smajlit i cili e këthen të Warwick, lëvizje bukur mashtruese Warwickut i, qka është shumë. Warwick deporton atje, lëvizje mashtruese ti me hap prapa. Warwick do të gjuan për Warwick gjuan Pik dallim për trepshën Warwick nga një situatë mbrojtje e mire Warwickut kundër sulmi shpejt. Nëse shënon Warwick do të përfundon te Warwick. Opa, e kap atje për Fanele. Për mrekullik. Bukur i shmangët presingut. Warwick atje. Shumë i lëvizshëm është Colimerio në anën tjetër te Warwick. Warwick deporton atje, bitë gjithë lojën e Atikut. Warwick, lëvizje bukur mashtruese e tij dhe Warwick dalet në gjysmë. Smiley. Warwick gjysmë thonë se sa 39 orë kundër Shqipnis në Shkodër. Opa, sa bu pick and roll atje për Joni Ismailin. Warwick dhe Colimerio është pranë tij. Edhe një top i vjedhur nga Warwick. Shumë thjesht. 25 sekonda deri në fund. Edhe kjo Fumble të skuadrës Golden Eagle Lyllit. Warwick me 58. 27. Warwick e realizoi një tresh. Shpejt bukur atje për Warwickun. Sa bukur. Veci kërkon pressing. Editarët e tij, gjuajtja është e sa. Vllaznimi fillon në çerek të tretë, ndoshta jo më së miri. Anej. Gjuajtja për 3 është e saktë. Do të kthehet në lojë Zigi i rit për mrekulli. Opa, Edwards e blokon, por s'ka problem. Të Bashkimit dhe Rahovecit 0-29 pasi që edhe Sezai Suroi është i zënë. Dhe në Denton Një step back. Patën e përsim në gjatë kësaj ndeshje dhe njerë kujtojmë Maksimalja. është kjo pika e 10 e Don Polloshkës, lojtari i tretë e Prishtinës me pikë. Protestojnë vendasit për atë nisën e aksionit me gjitha të. Ka shfrytzuar Ati Koshi. Bukur atje për Warwickun. Sa bukur. Bukur ai top tek Zigi Rich. E kap këtë top kundër sulmi shpejt.
Warwick tenton. Po shihet që Hellem sende nuk i është përshtatur si kosh. Atiku bukur atje. Bukur për Warwickun i cili depërton ndërsa Samir Zekici pulpën, muskulin e pulpës, gastrokremi. Gjakovarve, Dasyla. Warwick tenton të depërton atje. Pra pas maljes edhe Johnson, bukur në thellësi Warwick për Anen i cili